Alba përfshihet në një debat të ashpër me Labin. Gjithçka nis nga një përplasje fjalësh që në fillim duket e zakonshme, por shumë shpejt merr një drejtim të rëndë dhe plot tension. Tonet ngrihen, zërat bëhen më të fortë dhe vëmendja e banorëve përqendrohet menjëherë te dyshja. Alba shfaqet e acaruar dhe e lodhur nga situatat e fundit. Ajo i drejtohet Labit pa u përmbajtur, duke i folur drejt për drejt dhe pa filtra. Me zë të lartë, ajo i thotë të largohet, duke e quajtur njëri të dobët dhe duke e akuzuar se nuk ka peshë apo rol brenda shtëpisë. Fjalët e saj dalin njëra pas tjetrës, të ngarkuara me nerva dhe mlef të grumbulluar. Labi përpiqet të reagojë, por Alba nuk i jep hapësirë. Ajo vazhdon debatin, duke i thënë se është legen dhe se nuk meriton të jetë aty. Zëri i saj dridhet herë nga nervat, herë nga zemërimi, ndërsa qëndrimi i saj është i prerë dhe sfidues. Çdo fjalë e saj e shton edhe më shumë tensionin në dhomë. Banorët e tjerë ndalojnë bisedat dhe i drejtojnë syt nga përplasja. Disa mbeten të heshtur, disa shkëmbejnë shikime të shqetësuara, ndërsa të tjerë afrohen pak më shumë për të kuptuar se çfarë po ndodh. Atmosfera bëhet e rënë dhe çdo sekond duket se debati mund të përshkallëzohet edhe më tej. Labi mundohet të mbrohet, por fjalët e Albas janë të forta dhe të drejtpërdrejta. Ajo e akuzon se nuk ka forcë karakteri dhe se gjithmonë fshihet pas të tjerëve. Për Albën, ky debat nuk është vetëm një moment nervash, por një shpërthim i gjithë pakënaqësisë që ka mbajtur brenda. Debati vazhdon për disa minuta, mes ndërprerjeve, zërave të ngritur dhe heshtjeve të rënda që pasojnë çdo fjalë të fortë. Alba nuk tërhiqet dhe e përsërit disa herë se Labi duhet të largohet dhe se sipas saj ai nuk ka vend aty. Çdo përsëritje e bën situatën edhe më të tensionuar. Labi duket i prekur dhe i irrituar nga mënyra si po trajtohet. Ai përpiqet të ruajë qetësinë, por është e qartë se fjalët e Albas e kanë goditur. Banorët fillojnë të ndahen në qëndrime, disa duke mendu se Alba ka shkuar shumë larg, të tjerë duke parë këtë si një tjetër debat tipik të shtëpisë. Në fund, debati fillon të shuhet gradualisht, por tensioni mbetet i pranishëm në ajër. Alba largohet ende e acaruar, ndërsa Labi mbetet i menduar, duke reflektuar mbi atë që sapo ndodhi. Atmosfera në shtëpi nuk kthehet menjëherë në normalitet dhe kjo përplasje lë gjurmë në marrëdhëniet mes banorëve. Ky moment çndërrohet në një nga debatet më të forta të ditës, duke mbajtur vëmendjen e shikuesve për më shumë se 5 minuta, me fjalë të rënda, emocione të forta dhe tension që vazhdon të ndikojë dinamikën e shtëpisë së Big Brother.